Këngët dhe humori i tij u rikthyen sërish në oborret e shtëpive shkodrane me të njëjtin emocion si përpara 50 vitesh. Pjetër Gjini, poeti, muzikanti dhe parodisti i njohur i Shkodrës u përkujtua në një mbrëmje artistike në qendrën rinore Arka mes miq, artistësh e intelektualësh të qytetit. Në kohën e komunizmit, në kohën kur promovoi kultura zyrtare, kultura e realizmit socialist, ai majti gjallë nëpërmjet familjeve shkodrane, majti gjallë shpirtin e rezistencës patësore. I dhuroi publikut 2 albume këngësh të kulturës perëndimore të përkthyera dhe të shqipruara nga ana e tij, cilat unë mendoj që i fala dhe Pjetër Gjinit janë bërë shumë njohura dhe në Shqipërinë, po sidomos në Shkodër. Gjithmonë me etit emocion, gjithmonë kënaqësi për me kënu për një njeri, një zheni që për mu unë kam pas fatin ta njoh, kam pas fatin të kënoj me te. Leopold Shkreli ka kaluar disa vite në burgjet e komunizmit në të njëjtën qelim me Pjetrin, i cili u dënuar për bindjet e tij pro perëndimit. Qyse kam shku në fillim, më ka trajtu shumë misisht dhe insistoj që unë me mësu italisht. Dhe këtë italisht që unë sot di e kam prej Pjetër Gjinit. Më besoni për kohën që ai bate çfaqje, tonë njerëzit aty e harroshin se janë burg. Po tonë i krijote kënaqësi tonë. Pjetër Gjini zotëronte 4 gjuhë të huaja dhe ka shkruar disa libra. Krijimtaria e tij e gjerë për shkak të rrethanave politike gjatë diktaturës komuniste me qëllim u la në heshtje, por ka mbetur në kujtesën dhe mendjen e shkodranëve.